statistika të hidhura, të dhemshme. Riktheva në pa me qenë se me gjas paka shumë bota e kalan anash. Aktualisht është duke shpenzuar energji të konsiderueshme për të marrë me çështjen e Ukrainës. Në të gjitha anët taborët është duke u diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për të dhënë fund luftës më së 3 vjeçare të Ukrainës, por sa do t'ja dalë bota betet të shihet, sepse ka zhvillime çdo minutë, çdo sekond thuajse ka shi Ukrainës. Ndërsa tek çështja e Gazës pak ka mbetur anash, zhvillimet atje, por lufta është duke vazhduar, jetët janë duke humbur, andaj këtë do të flasim pak a shumë kryesisht tek të dhënat çka thon tabori palestinez mbi shifrat e humbjeve që janë shkaktuar në territorin e Gazës. Këtu e kemi aktualisht popullsia e Gazës është dikon rreth 2.4 milion banor, pra në një hapësirë të jetë të ngushtë territoriale. Sipas UNRWA-s, është agjenci për refugjatët palestinez në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thonë që 90% e popullsisë së Gazës është obliguar, detyruar të zhvendoset nga territori, nga shtëpit e veta që nga nisja e luftës në 7 tetor të vitit 2023. Pra 90% e 2.4 milionshit që i bjen dikon rreth 2.1 milion. Disa prej tyre janë zhvendosur, janë obliguar të zhvendosur deri në 10 herë. Pra nëse një familje është zhvendosur në një lagje dikon, me pas përsëri ajo është obliguar, 10 herë është zhvendosur nga vendi në vend. Gjatë ditës së djeshme janë bërë fiks 77 vjet që nga dëbimi masiv që është njohur në histori tek territori i Palestinës, që është tek momenti pas themelimit të Izraelit, pra në vitin 1967, kur është në fakt 1947 kur formohet Izraeli, kjo ndodh zhvendosja më e madhe që është njohur deri më tani në vitin 1948. Por që tashti kjo periudha 2023-2025 e ka thyer edhe këtë rekord, sepse kemi më se 2 milion banor të zhvendosur. Në atë vit, para 77 vjete, ishin zhvendosur rreth 700.000 palestinez për shkak të luftimeve të vazhdueshme të asaj kohe. Por çfarë thonë autoritetet palestineze mbi shifrat e kësaj periudhës së luftës më së 2 vjeçare? Shkojmë tutje. Sipas autoritetet palestineze, Izraeli ka hedhur dikon rreth 100.000 ton eksploziv në territorin e Gazës që nga 7 tetori. Me vonë do ta krahasojmë se çka nënkupton ky lloj 100.000 ton eksploziv. Sipas tyre, u vranë mbi 53.000 palestinez për këtë luftë. Saktësisht janë 53.010 palestinez të vrarë në këtë luftë prej 2023-s. U kryen thonë mbi 12.000 masakra. Mbi 10.000 janë ende të bllokuar nën rënoja. Pra mbi 10.000 persona janë nën rënoja që nuk dihet a janë gjallë, a janë të vdekur, e me shumë gjas, pak shpresë mund të ketë këta. Sipas autoriteteve palestineze, janë zhdukur plotësisht 2200 familje, pra janë zhdukur, nuk ekziston asnjë antar i një familje palestineze. Prej tyre, dikon rreth 6.350 njerëz janë zhdukur edhe nga regjistrat civil, nuk figurojnë ma fare që kanë ekzistuar ndonjëherë. Po ashtu, sipas palestinezëve, janë vjedhur rreth 2.300 trupa nga varret në Gaza, sepse këta thonë që janë sulmuar edhe varrezat, janë dëmtuar edhe varrezat nga lufta izraelite. Sipas autoritetet palestineze, dikon rreth 2.300 trupa janë vjedhur pra nga varret në Gaza dhe u ngritën po ashtu 7 varre masive nëpër spitalet tek territori i Gazës. Shkojmë tutje. Këtu e kemi atë idenë se çka nënkupton 100.000 ton eksploziv të derdhura ose të eksploduara në territorin e Gazës. Territori i Gazës është kjo. Këtu dikun që i ka rreth 365 metra katror. Nëse e krahasojmë me të gjitha luftrat e botës, kur do të ndodhura, del që densiteti që i eksplodimeve të eksploziveve nuk ka ndodhur kur ma shumë askund si që ka ndodhur në Gaza. Pra Gaza ka densitetin më të lartë të eksploziveve të hedhura për kilometër katror në këtë historinë moderne.
Saktësisht, ne që mbajmë men në përhistori që kemi mësuar çështjen e luftës së dytë dhe të parë botërore, në momentin kur është shpërthyer edhe bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki të Japonisë, atë vetë në vitin 1945 në Hiroshima ishin derdhur plot 7.000 ton eksploziv. E nëse e krahasojmë me gazën, 100.000 ton me 7.000 ton. Krahasojmë që është dukshëm dikon rreth 6.6 herë më shumë se sa eksplodimi në Hiroshima e Nagasaki. Krahasimisht nuk ka ndodhur më parë që kaq shumë ton eksplozivësh të përqendrohen në një territor kaq të vogël sa është territori i Gazës në këtë rast. Shkojmë tutje. Po ashtu, autoritetet palestineze thonë që dikon rreth 2.1 milion raste janë shfaqur të sëmundjeve të ndryshme infektive, nga ato dikon rreth 71.000 raste të sëmundjes hepatiti. Po ashtu thonë që janë shkatruar plotësisht 828 xhami që nga nisja e luftës, janë dëmtuar pjesërisht 167 xhami, si dhe janë shkatruar plotësisht 3 kisha. Po ashtu, sipas tyre janë shkatruar 19 nga 60 varrezat që gjenden në territorin e Gazës. Po ashtu, palestinezët thonë se Izraeli ka goditur 66 objekte të ndihmës humanitare, përfshirë 29 kuzhina humanitare të cilat shërbejnë si rezultat i ndihmave që vinë nga jashtë, e në anën tjetër janë dëmtuar edhe 37 qendra të tjera ndihme. Palestinezët thonë që Izraeli ka bllokuar edhe rreth 37.000 kamion me ndihma të ndryshme, përfshirë këtu që ka pasur ndihma edhe për karburant, sepse nuk ka as energji, as ujë të pishëm, mjaftueshëm e as gjëzetën të tjera elementare. Në anën tjetër, shumë gazetarë janë të përqendruar që të shohin drejt për drejt se çka po ndodh në këto luftime, por që atyre po kushton edhe me jetë raportimi nga vendi i ngjarjes. Deri më tani dje është shënuar rasti i 216 i vrasjes së një gazetari. Pra 216 është vrarë gjatë ditës së djeshme. Shkojmë tutje. Çka të ndodh në rrafshin politik? Është qëndrimi kryesor mbase dhe i vetëm që është duke u marrë bota është me qëndrimin amerikan, konkretisht me qëndrimin e presidentit amerikan Donald Trump. Ai po thotë që duhet ta marrë Amerika në kontroll Gazën, ta kthejë në vend të lirë dhe ta ndërtoj edhe madje edhe për çështje rezidenciale, për pushime e rekreacione të tjera. Por se a do t'ja arri ta bëj këtë ide të tij në terren, mbetet të shihet. Shumë kush e ka kundërshtuar idenë e tij, sepse fillimisht zotri Trump ka thënë që edhe duhet të zhvendoset popullata tërësisht palestineze, të ndërtohen objektet, të rikthehet jeta e më pas të rikthehen ata. Por që shumë kush edhe vetë OKB-ja e ka kundërshtuar si ide çështjen e zhvendosjes së popullatës. Për fund të dalim të shohim territorin se si ishte dhe si është aktualisht çështja e palestinezëve në territorin e tyre. Në këtë rast, prej vitit 1946, ngjyra e kuqe është pjesa e territorit të Palestinës, ngjyra si e errët është shteti i Izraelit. Në vitin 1946 kjo ishte çështja ose kjo ishte harta. Plani i ndarjes së OKB-s në vitin 1947, kur e ka nda vetë OKB-ja territorin mes Palestinës dhe Izraelit, por që në vitin 2025 e kemi këtë situatë. Aktualisht Gaza është kjo pjesë ku po krijohet ose shkaktohet lufta më e madhe, donse ka luftime edhe në këto pjesë të tjera të skuqura në këtë pjesë të tjetër të territorit. Pra kjo është gjendja aktuale e hartës së palestinezëve dhe izraelitëve në vitin 2025. Po shohim një tkurje për 77 vite të rripit të Gazës, po gjithashtu edhe të Palestinës. Një shtrirje shumë më të madhe në këtë rast të Izraelit. Duke shpresuar që kjo luftë mbaroj dhe mos të raportojmë për viktima, ne falenderoj shumë që zgjohet këto informacione për sjellur në emision Mëngjesi, ndërkohë do të takohemi me Enisën miqdashur në pjesë të tjera, por tani është koha për parashikimin e motit. Moti mundësohet nga To You.